Edhe një aksion tjetër policor është zhvilluar dje në orët e pasdites në Gostivar. Kësaj radhe, motivi ka qenë parandalimi i tregtimit me lëndë narkotike. Kronika na sjell detajet e tjera. Me urdhër të gjykatës, dje në orët e pasdites është bastisur shtëpia dhe disa hapësira të tjera të banorit nga Gostivari, Lulzim F, 53 vjeçar, me prejardhje nga fshati Forin, për të cilën policia dyshon se për një kohë të gjatë është i përfshirë në tregti ilegale me kokainë dhe heroin. Gjatë bastisjes, policia ka hasur 6 persona të cilët kanë përdorur lëndë narkotike, pas çka janë privuar nga liria. Gjatë aksionit në fjalë janë gjetur 25 gram heroin dhe një pushkë automatike, që u gjet në një vikend shtëpisë të tij në fshatin Forin dhe që e ka poseduar pa leje. Në banesën e tij, afër stacionit të autobusave në Gostivar, po ashtu është gjetur edhe një çorap i zi për meshkuj, ku ka pasur një qese me plur ngjyrë kafe, 132 qese të vogla najloni në forma të ndryshme. Të njëjtat qese, sipas policisë, janë përdorur për paketimin e dozave të lëndëve narkotike. Policia ka konfiskuar edhe një aparat celular me 2 SIM kartela, sasi parash dhe pajisje të tjera të ndërlidhura me pluhur të panjohur narkotik. Nga ekspertiza e kryer është verifikuar se bëhet fjalë për sasi të heroinës prej 18.6 gram. Po ashtu janë gjetur edhe disa pajisje të tjera që dyshohet se kanë prejardhje nga vjedhje të rënda dhe të njëjtat janë dhënë si kompenzim për drogë 53 vjeçarit nga Gostivari. Personi i dishuar në fillim të muajit shkurt nga një person i panjohur nga Gostivari ka siguruar një sasi të heroinës dhe të njëjtën në banesën e tij e ka paketuar në sasi më të vogla që t'i shes nga 400 deri në 500 gram personave të varur nga heroina. Kjo me qëllim që të arrijë deri tek të mirat materiale në forma të paligjshme. Ndaj personit në fjalë, policia do të inicon kallëzim penal për prodhim të palejuar dhe vënje në përdorim të lëndëve narkotike. Ndaj personit në fjalë, edhe më herët ishin ndërmarrë masa konkrete nga ana e policisë. Në fund të muajit janar, policia kishte kryer bastisje në banesën e tij, ku po ashtu ishin hasur disa persona duke konsumuar lëndë narkotike. Edhe ndaj tyre, policia do të inicon fletparaqitje përkatëse.